Prokuroria e posaçme SPAK ka marrë në pyetje 4 zyrtarë të policisë, të cilët zhvilluan takime të dyshimta me shefin e qarkullimit rrugor të Tiranës, Roven Zeka, ndërsa ky i fundit mbahej i izoluar në ambientet e bllokut të sigurisë. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se këto vizita janë dokumentuar përmes kamerave të sigurisë, të cilat kanë regjistruar hyrje-daljet e zyrtarëve në qeli, duke ngritur dyshime serioze për qëllimin e tyre. SPAK ka sekuestruar të paktën 3 telefona celular të këtyre zyrtarëve, të cilët janë duke u analizuar nga ekspertët për të zbardhur komunikime që mund të kenë të bëjnë me këtë ndërhyrje të palishme. Hetuesit po shqyrtojnë skemat e mundshme të shpërdorimit të detyrës, pasi takimet të tilla me persona nën hetim janë të ndaluara me ligj dhe mund të sinjalizojnë përpjekje për ndikimin ose ndërhyrje në hetime. Në të njëjtin hetim është sekuestruar edhe telefoni i një biznesmeni të njohur, për të cilin dyshohet se ka ndërmjetësuar lidhjen mes Zekës dhe një tjetër sipërmarrësi, që akuzohet se ka ofruar rishfet për të mos u arrestuar gruaja e tij, e përfshirë në një aksident rrugor me 5 të plagosur. Ky rast ka çuar në arrestimin e disa figurave të rëndësishme brenda policisë së shtetit, përfshirë shefin e sektorit të aksidenteve Sokol Novaku dhe oficerin e policisë gjyqësore Edison Tabaku. SPAK po heton lidhjet mes policisë dhe biznesit, në një tjetër rast që mund të dëshmojë për korrupsionin e rrënjosur në strukturat e sigurisë publike.